Përshëndetje, jemi në kanalin e YouTube-it Fitness. Tashmë bëjmë me konceptet bazë të rutinimit dhe i cilat do të jetë ndarë në dy pjesë. Nuk ka rëndësi se sa eficient mund të jetë rrjeti juaj. Gjithmonë ka momente kur ai ndalon së funksionuar ose mund mos funksionoj fare. Kjo është e vërtetë për sa i përket rrjetit. Ndaj, pavarësisht se ne kemi informacione mbi rutimin, gjithmonë është nevoja të dimë se si funksionon një router. Ndaj, për këtë ne do të merremi me këtë material, ku ajo çfarë ne do të analizojmë do të jetë mbi konceptet bazë të rutimit, do të shpjegojmë se si rrudhat e përdorin informacionin e paketës për të marrë vendimarrje në dërgimin e paketës. Ndaj, ne do të shpjegojmë se si routeri përcakton rrugën më të mirë, do të shpjegojmë se si rrudhat i bëjmë forward paketës për në destinacion, do merremi ca konfigurime bazë në router, pra do të shikojmë ca konfigurime, do të shpjegojmë strukturën e tabelës së rutimit dhe fundit fare do të krahasojmë dy format e rutimit, dy konceptet bazë, statikun dhe dinamikun. Para se një router të bëjë forward paketës, ai fillimisht duhet të zgjidhë rrugën më të mirë për të dërguar këtë paketë. Switchet lidhin pajisje fundore apo pajisje ndërmjetëve, por që ndodhen brenda të njëjtit LAN, ndërsa routeret lidhin rrjete të ndryshme, që do thotë kanë ndërfaqe të shumta, ku çdo ndërfaqe tyre përket pikërisht një adresë IP rrjeti me të cilin ato lidhur. Kur një router merr një paketë në njërë nga ndërfaqet, ajo përcakton nëse cila është ndërfaqja që ai duhet të përdorë për të bërë forward për në destinacion. Dhe ky njihet si proces rutimi. Ndërfaqja që routeri përdor për të bërë forward paketës mund të jetë direkt për në destinacionin final ose mund të jetë në një rrjet i cili është lidhur me një router i cili mund të arrijë destinacionin final. Por gjithsesi, dy funksionet kryesore të routerit janë të përcaktojë rrugën më të mirë për dërgimin e paketeve bazuar në informacionet që merr nga paketa dhe tabela e tij e rutimit dhe pastaj t'i bëjë forward paketës për në destinacion. Këtu kemi edhe një shembull ku kemi tregon se si routeri kontrollon adresën IP të paketës, adresën e destinacion me tabelën e tij të rutimit për t'i bërë forward paketës për destinacionin e duhur. Të njëjtën veprim realizojnë të dy routeret, routeri i parë dhe routeri i dytë, që do thotë kontrollojnë në tabelën e tyre rutimit nëse ka një match për të dërguar paketën për në destinacionin e duhur. Routeri i parë e ka destinacionin remote, që do thotë në ndih hopin për në routerin e dytë, ndërsa routeri i dytë në tabelën e tij të rutimit vuri re që destinacioni është direkt i lidhur, është në rrjetin direkt të lidhur, ndaj i bën forward për në destinacion. Kur ne themi që një router duhet të marrë vendimin se si të dërgojë paketën për në destinacion, do thotë ai duhet të marrë vendimin për të gjetur rrugën më të mirë për dërgimin e kësaj pakete. Atëherë lind pyetja, çfarë do të thotë me zgjedhja më e mirë e rrugës në tabelën e rutimit që ka routeri, sepse rruga më e mirë në tabelën e rutimit gjithashtu njihet si dhe rruga me përputhjen më të gjatë. Ku përputhja më e gjatë është një proces të cilin routeri e përdor për të gjetur përputhje mes adresës destinacion IP të paketës dhe hyrjeve në tabelën e tij të rutimit. Ku tabela e rutimit konsiston në hyrje që kanë prefiks apo adresë rrjeti dhe gjatësi prefiksi. Ndaj, për to që të ketë një match midis adresës IP, destinacion të paketës dhe një rrugë në tabelën e rutimit, duhet të kemi një përputhje bitësh nga e majta në të djathtë midis tyre, dhe sa më e gjatë të jetë kjo përputhje, aq më e predisponuar për të zgjedhur si tabelë rutimi, aq më predisponuar për të zgjedhur si rrugë e mundshme për rutimin e paketës,
ekziston për atë rrugë. Ndaj, përputhja më e mirë në tabelën e rrugtimit ka numrin më të madh të biteve të përputhur mes adresës destinacion IP të paketës dhe tabelë dhe rrugës që ndodhen në tabelën e rrugtimit, dhe kjo përputhje realizohet nga e majta në të djathtë. Këtu kemi një shembull se si realizohet përputhja, pra përzgjedhja e rrugës më të mirë në rrjetin e IPv4, ku kemi adresën destinacion 172.16.0.10 e konvertuar në formë binare dhe kemi 3 hyrjet të cilët ndodhen në tabelën e rrugtimit dhe gjatësitë e prefikseve. Për përcaktuar rrugën më të mirë, kontrollojmë prefiksi. Dhe vjet re që rruga e tretë, e cila ka prefiks 26, ka një përputhshmëri prej 26 bitesh me adresën destinacion, ndaj dhe kjo rrugë përzgjidhet si rruga më e mirë për dërgimin e paketës për në destinacion. E njëjta gjë ndodhet edhe në rrjetin e IPv6, ku në rrjetin e IPv6 kemi një paket 2001 DB83099 dhe kemi 3 hyrjet që ndodhen në tabelën e rrugtimit. Vjetre paketa jon destinacion e ka prefiksin /48 dhe vjetre që ne hyrjen e tretë e eliminojmë sepse ne nuk na përputhen dot 64 bite, ku kemi prefiksin /48, por kemi 2 hyrjet e para. Në 2 hyrjet e para, duke kontrolluar prefiksin, vëmë re që prefiksi që na përshtatet më shumë adresën tonë destinacion është hyrja e dytë me prefiksin 48, ku do thotë kemi 48 bite që na përputhen me adresën IP destinacion IPv6, ndaj është edhe rruga longest match. Por pyetja, ne po flasim për tabelën e rrugtimit, tabelën që ndodhet në router. Pyetja është si krijohet kjo tabelë rrugtimi në router? Si shtohet kjo tabelë? Do marrim në konsiderat të rrjetet që ndodhen në figurë, do bazohemi pikërisht tek routeri i parë dhe janë bërë highlight, pra janë të ngjyrosura rrjetet me jeshil e lehtë dhe blu e lehtë, dhe do shohim perspektivën e rrjetit nga routeri i parë. Dhe vjet re që nga routeri i parë kemi rrjetet direkt të lidhur me ta, të cilët janë bën të ngjyrosur me jeshile të lehtë si në të verdh. Rrjetet direkt të lidhur me routerin janë ato rrjetet të cilët shtohen automatikisht në tabelën e rrugtimit në momentin që ne konfigurojmë ndërfaqet përkatëse të routerit, të cilët janë të ndërlidhura me këto rrjete. Këto ndërfaqe zakonisht janë të konfiguruar me default gateway, me IP default gateway të rrjeteve përkatëse. Në momentin që ne konfigurojmë këto ndërfaqe me adresën IP dhe i vendosim në gjendje app, automatikisht këto rrjete na shtohen në tabelën e rrugtimit si rrjete direkt të lidhur me routerin. Ndërsa përsa i përket rrjeteve të tjerë që janë të lidhur me routerin e dytë, për routerin e parë këto quhen rrjete remote. Ato nuk janë direkt të lidhur me routerin, ato njihen nga routeri në dy forma, si rrugë statike në momentin ku konfigurohen manualisht nga administratori dhe shtohen në mënyrë manuale në tabelën e rrugtimit, ose në formë dinamike, kur ato shtohen në tabelën e rrugtimit duke përdorur protokollet e rrugtimit dinamik, ku këto protokolle mund të përfshijnë si Enhanced Interior Gateway Routing Protocol apo Open Short Path First, dhe kemi edhe Default Route, ku rruga Default Route është një rrugë që specifikohet si Next Hop Router, e cila përdoret në momentin kur tabela e rrugtimit nuk përmban ndonjë rrugë specifike që i përshtatet adresës IP destinacion. Rruga default mund të shtohet në mënyrë manuale nga administratori ose në mënyrë dinamike nga vetë protokollet rrugtimit. Një rrugë default e ka hyrje me të gjithë bitet 0, po ashtu edhe
prefiksin 0 në të dy rastet e IP-ve, IPv4 apo IPv6, dhe pikërisht gjatësia e prefiksit 0 indikon që asnjë bit nuk përshtatet me adresën IP destinacion, dhe kjo përdoret në rastet kur nuk ka përputhje mes adresës IP destinacion dhe hyrjeve në tabelën e rutimit. Shpesh default route i referohet si gateway of the last resort. Duhet kemi parasysh tashmë që routeri realizon vendimarrjen për përgjigjen e rrugës më të mirë për të dërguar paketën, atij i duhet të enkapsuloj tashmë paketën për t'i bërë forward për në ndërfaqen dalëse të duhur. Ndaj kjo realizohet edhe në këtë figurë, pra në momentin që routeri e merr një paket, e analizon headerin në ndërfaqen hyrëse, analizon headerin në paket, që do të thonë analizon adresën IP destinacion të headerit dhe e kontrollon këtë adresë me informacionin që ka në adresën në tabelën e tij të rutimit për të parë nëse ka një përputhje mes tyre. Dhe në varësi të përputhjes bëhet edhe forwardi i paketës. Që do thotë, i bën forward paketës tek një pajisje e cila është e lidhur direkt me rrjetin. Kjo ndodhet të herë nëse hyrjet e routerit tregon që ndërfaqja dalëse është direkt e lidhur me routerin, pra është një rrjet direkt i lidhur. Në këtë moment do të thotë që adresa IP destinacion e paketës i përket një pajisje që lidhet në një rrjet direkt me routerin. Ndaj paketa do të bëhet forward direkt për në pajisjen destinacion. Dhe pajisja destinacion zakonisht është një pajisje fundore që ndodhet në Ethernet LAN, ndaj dhe paketa duhet të enkapsulohet në Ethernet frame. Por për enkapsulimin e paketës në Ethernet frame, routi duhet të përcaktoj edhe MAC adresën destinacion që i përket kësaj adresa IP destinacion të paketës. Dhe procesi i përcaktimit tashmë të MAC adresës destinacion varion nga lloji i rrjetit. Nëse kemi rrjet IPv4 apo IPv6, në rastin kur kemi IPv4, routeri kontrollon tabelën e tij ARP për të parë nëse ka një MAC adresë destinacion që i përputhet adresës IPv4 destinacion. Nëse jo, atëherë ai dërgon një ARP request dhe pajisja destinacion pastaj i përgjigjet me një ARP replay ku ka në të edhe MAC adresën. Tashmë routeri i bën forward paketës IPv4 për në destinacionin e duhur, duke e kapsuluar të Ethernet frame me MAC adresën destinacion përkatëse. Ndërsa në rastin e rrjetit IPv6, routeri duhet të kontrollojë neighbor cache për të përcaktuar nëse adresa IPv6 destinacion ka një MAC adresë Etherneti përkatëse, nëse jo, dërgon një ICMPv6 neighbor solicitation si mesazh dhe këtë mesazh e merr destinacioni dhe i përgjigjet atij me një mesazh neighbor ICMP versioni 6 neighbor advertisement, ku ka të përfshirë edhe MAC adresën përkatëse. Pastaj çfarë bën routeri? I bën forward paketës duke e enkapsuluar atë në Ethernet frame me MAC adresën përkatëse të destinacionit. Por kemi rastin kur i bën forward në next router. Çfarë do thotë? Në këtë rast do thotë që adresa IP destinacion ndodhet në një rrjet remote dhe paketa nuk i përket një pajisje të një rrjeti që është lidhur direkt me routerin. Ndaj, paketa duhet të bëhet forward tek një router tjetër, i cili quhet next hop router dhe adresa e routerit next hop indikohet, pra gjendet në hyrjen e tabelës së rutimit. Në qoftë se routeri duhet i bëj forward paketës
për në next operator, atëherë ai duhet ta enkapsulojë atë në Ethernet frame dhe është njësoj procesi i enkapsulimit, si në rastin kur dërgoj për në pajisje në rrjedhë direkte, por në këtë rast do të enkapsulohet me MAC adresën destinacion të routerit pasardhës dhe procesi i enkapsulimit dhe përcaktimit të MAC adresës destinacion është njësoj, si në rastin kur shpjeguam më parë, dhe kemi rastin në fundit kur nuk kemi ose nuk kemi përputhje fare me tabelën rutimi, që do thot dërgohet për në default route, ose nëse nuk është e konfiguruar dhe default route, atëherë dhe nuk ka përputhje me tabelën rutimit, paketa hidhet poshtë. E gjithë kjo shpjegohet në këtë video, në këto mini video të vogla, ku kemi një paket e cila do të lëviz nga kompjuteri i parë për në destinacionin e kompjuterit të dytë, ku kompjuteri i parë realizon enkapsulimin e paketës duke dërguar për në default gateway-n e tyre, sepse adresa IP destinacion nuk është në një rrjet, nuk ndodhet në rrjetin ku ai është lidhur, ndaj e kapsulon atë për në routerin e parë. Thot vendos MAC adresë destinacion, MAC adresën e kompjuterit të parë, MAC adresë destinacion, MAC adresën e ndërfaqes giga 00 dhe MAC adresë burim, pra e kapsulon në një frame. Header i paketës është adresa IP burim dhe adresa IP destinacion dhe frame-i është MAC adresa destinacion e ndërfaqes gateway të routerit dhe MAC adresa burim e kompjuterit të parë. Në momentin që informacioni arrin në router, routeri çfarë bën? E kontrollon këtë informacion dhe vëre që duhet i bëj forward, kontrollon në tabelën e tij rutimit, e gjen një përputhje dhe vëre që duhet ta dërgoj informacionin tek next hop router, tek routeri i dytë, dhe pasi identifikon këtë, atëherë çfarë bën? Pra bën funksionin e parë, gjen rrugën, dhe hapi i dytë është të bëjë enkapsulimin për të bërë forwarding, që do thot e enkapsulon atë duke vendosur MAC adresën destinacion pikërisht MAC adresën e ndërfaqes giga 00 të routerit të dytë dhe si MAC adresë burim është MAC adresa e ndërfaqes giga 001 të routerit të parë. Dhe pasi e enkapsulon, e nis paketën për tek routeri i dytë. Në momentin që paketa arrin tek routeri i dytë, të njëjtën gjë bën edhe routeri i dytë, fillon edhe kontrollon adresën IP destinacion. Në momentin që kontrollon adresën IP destinacion, pra e kontrollon që duhet të bëj forward, tek adresa IP destinacion kontrollon tabelën e tij të rutimit për të parë nëse ka një përputhje dhe vihet re që ka një përputhje nëpërmjet ndërfaqes 00 për të dërguar informacionin nëpërmjet routerit 3 në destinacion. Atëherë pasi i bën këtë, ai fillon edhe bën rebuild, që do thot vendos MAC adresën në destinacion të routerit të tretë të në ndërfaqen seriale 0100 dhe duke qenë se kemi lidhjen seriale
point to point, nuk është nevoja të vendosë adresën MAC adresën burim dhe nis direkt për tek ruteri i tretë. Në momentin që informacioni arrin tek ruteri i tretë, ruteri i tretë të njëjtën gjë bën, fillon edhe analizon paketën. Në momentin që analizon paketën, vëre që ka një adresa destinacion e paketës ndodhet nga rrjetet direkt të lidhur me të, ndaj i bën direkt forward paketës për në destinacion. Në moment që i bën forward paketës destinacion, për t'i bërë forward, fillon edhe e kapsulon paketën një frame të ri, ku vendosi destinacion të MAC adresën e kompjuterit të parë dhe si burim MAC adresën e ndërfaqes giga 00 të tij. Dhe tashmë paketa arriti në destinacion. Në momentin që paketa arrit në destinacion, ruteri, kompjuteri e kontrollon dhe shikon që pas kam një paket, le ta analizoj dhe se çfarë përmban kjo paket, sepse duhet jetë e imja, sepse po vjen në MAC adresën time dhe në adresën destinacion IP time. Pra, vore që rreth procesit të dërgimit të forwardit të paketës, kur dërgohet paketa nga burimi për në destinacion, ruteri sa herë që i bën kalimin për të dërguar paketën në hapin pasardhës drejt destinacionit, e enkapsulon paketën në një frame të ri, duke i ndryshuar MAC adresën burim dhe MAC adresën destinacion, ku gjithmonë MAC adresa burim është e pajisjes aktuale ku ndodhet paketa dhe MAC adresa destinacion është e pajisjes pasardhës, e hopit pasardhës ku do të shkojë paketa derisa të shkojë në destinacionin e duhur. Siç përmendëm më përpara, përgjegjësia kryesore e funksionit të paket forwardit është enkapsulimi i paketës në tipin e frame-it të duhur të shtresës dhe linkut për ndërfaqen dalëse. Sa më eficient të jetë ruteri, pra sa në mënyrë eficiente ta performojë këtë veprim, aq më shpejt dhe paketa i bëhet forward nga ruteri për në hapin pasardhës. Ndaj ruteri suporton 3 lloj mekanizmash të paket forwarding. Kemi paket process switching, është një mekanizëm i vjetër i paket forwarding, akoma i gjendet në pajisje të Cisco të ruterave. Në momentin që një paket arrin në ndërfaqe, i bëhet forward për në control plane, ku vetë CPU-ja kontrollon matches nëpërmjet adresës destinacion dhe hyrjeve në tabelën e rutimit. Dhe kjo pastaj e përcakton në cilën ndërfaqe duhet t'i bëhet forward paketes. Është e rëndësishme të kuptohet që ruteri e bën këtë veprim për çdo paket, edhe pse destinacioni mund të jetë i njëjti për një stream paketash. Procesi switching si mekanizëm është shumë i avashtë dhe rrallë implementohet në rrjetet moderne.
Kemi edhe mekanizmin fast switching, është një opsion tjetër. Gjithashtu është një mekanizëm i vjetër pra për packet forwarding, është pasardhëse e process switching, por në këtë rast fast switch ka një kashe në të cilët mban informacione për hopin pasardhës. Kur një paket arrin në interfacë, në ndërfaqe, ai bëhet forward për në control plane ku CPU-ja kontrollon për të parë nëse ka përputhje në fast switching kashe. Nëse nuk ka përputhje, procesi i përzgjedhjes së ndërfaqes së duhur është njësoj si process switching për bërë forward në exit interface, në ndërfaqen dalse pra, dhe pastaj the flow information, pra informacioni rrjedhës i paketës, gjithashtu ruhet në fast switching kashe. Nëse vjen një paket tjetër dhe ka të njëjtin destinacion si në rastin e parë, hopi pasardhës që ndodhet në informacionin e kashes përdoret direkt për të përcaktuar ndërfaqen dalse pa pasur nevojën e ndërhyrjes së CPU-s. Ndërkohë që fast switching, siç vjet re edhe në figurë vjet re që vetëm paketa e parë e flow bën procesin e switchingit, ndërsa dhe shtohet në kashe, ndërsa të tjerat procesohen shumë shpejt bazuar në informacionin që ndodhet në fast switching kashe. Dhe kemi edhe Cisco Express Forwarding, i cili përdoret më së shumti si mekanizëm i packet forwarding në Cisco iOS. Pak a shumë një lloj si fast switching, Cisco Express Forwarding ndërton forwarding information based dhe një tabel ku kjo tabela ka hyrjet dhe nuk bëhet packet triggering si në rastin e fast switching, por change triggering, që do thotë ndryshon në momenti kur ndryshon topologjia e rrjetit. Ndaj, në momentin që kur një rrjet ka konvergjuar, forwarding information based dhe tabela e ndërtuar përmban të gjithë informacionet që kanë rudrat dhe se si duhet i bëjnë forward paketave. Cisco Express Forwarding është një mekanizëm i shpejt forwardit të paketave dhe është i aktivizuar default në ruterat Cisco apo në switchet multilayer. Cisco Express Forwarding ndërton një forwarding information base dhe një tabel duke pasi ka konvergjuar rrjeti dhe siç vjet re, të gjithë paketat procesohen direkt në data plane. Po të marrim në analogji për të përshkruar se si funksionojnë këto tre mekanizma të packet forwardit, është njësoj si të tregojmë se si zgjidhen ca probleme matematikore. Për shembull, process switching e zgjedh një problem duke e bërë atë veprim matematikor me dorë. Edhe zgjidh çdo problem edhe në qoftë se vjen një problem i ngjashëm. Do filloj të ndjek të njëjtat hapa. Kurse fast switching zgjidh problemin e parë me dorë dhe pastaj e mban mend se si është zgjedh problemi dhe çfarë përgjigje pat ky problem dhe në momentin që del një problem identik me të njëjtin rezultat, jep direkt përgjigje. Ndërsa në rastin e Cisco Express Forwarding, krijon zgjidhjen e mundshme të problemeve përpara se sa të ndodh problemi. Pra jep disa përgjigje të mundshme dhe në momentin që ka probleme, ai tashmë i ka përgjigjet të ruajtura në një spreadsheet dhe direkt jep përgjigje. Dhe tashmë le të tham pra në pjesën e tretë do merrem me disa konfigurime bazë në ruter, do të rikujtojmë disa konfigurime të realizuara më përpara, do të referojmë kësaj topologjie dhe do realizojmë konfigurimet në ruterin e parë për të dy rrjetet, IPv4 dhe IPv6, ku fillimisht do të aktivizojmë, të futemi në ruterin duke e riemërtuar ruterin dhe duke i vënë pasuar të
duke vënë password konsolës VTI-s dhe duke i enkriptuar këto passworde dhe duke vendosur edhe një banner, pastaj fillojmë edhe aktivizojmë rutimin IPv6 dhe për çdo ndërfaqe futemi dhe aktivizojmë ndërfaqe duke vendosur një përshkrim për ndërfaqen dhe adresat përkatëse IPv4 dhe IPv6. Ku këto ndërfaqe të konfiguruara i shërbejnë si default gateway për rrjetin në të cilën këto ndërfaqe janë pjesë. Në momentin që ne vendosim në shutdown ndërfaqen, ne i aktivizojmë këto ndërfaqe dhe me anë të komandës copy running config i ruajmë këto konfigurime. Pasi realizojmë konfigurimet, e rëndësishme është të merremi edhe me komandat e verifikimit. Do kemi komanda verifikimi për të dy rrjetet IPv4 dhe IPv6, kemi show IP interface brief që na jep një informacion paraprak mbi gjendjen e ndërfaqeve me adresat IP përkatëse dhe gjendjen e ndërfaqes, nëse është up apo down. Dhe kemi edhe komandën show running config për një ndërfaqe që na jep informacion më të detajuar rreth ndërfaqes. Dhe kemi komandën show interface shoqëruar me ndërfaqen specifike, na jep informacion mbi atë ndërfaqe, mbi gjendjen e ndërfaqes, ndërsa show IP interface është shoqëruar me ndërfaqen përkatëse na jep gjendjen mbi IP-n e ndërfaqes dhe kemi dhe komandën show IP route, kjo është në rastin e IPv6-s, show IP route kemi për të dy rastet, IPv6 apo IPv4, kjo komandë përdoret për të treguar tabelën e rutimit dhe në rastin konkret kemi pikërisht rrjetet direkt të lidhur me routerin, të cilët u shtuan në tabelë në momentin që ne konfiguruam dhe aktivizuam ndërfaqe. Kjo është për rastin e IPv6 dhe kemi dhe komandën testuese të rrjetit, komandën ping. Tjetër kemi komandat të cilët përdoren për filtrimin e komandave afishuese, komandat verifikuese përdoren me anë të komandës show, për në momentin që ne i filtrojmë ato çfarë ne duam të afishojmë, na ndihmojnë në procesin e përzgjedhjes së informacionit dhe asaj çfarë ne duam të analizojmë në një komandë. Që do thotë, kemi komandën section, kjo komandë shfaq vetëm atë seksion për të cilin ne kemi përzgjedhur, që në këtë rast është shfaqur vetëm seksioni line VTI, sepse këtë përzgjedhjen kemi edhe seksionin include, e cila jep output të gjitha ato informacione që i përshtaten shprehjes që ne kemi zgjedhur. Në këtë rast kemi thënë ne do të afishojmë të gjithë ndërfaqet IPv6 të cilët janë në gjendjen up. Exclude në këtë rast i shfaq të gjitha informacionet të cilët i përshtaten edhe në këtë rast asaj çfarë ne kemi përzgjedhur. Kemi kërkuar të bëjmë show IP interface brief për rrjetin IPv4, ato ndërfaqe të cilët janë duke janë shkaluar ato të cilët janë unassigned, pra që nuk e kemi konfiguruar me adresë IP, dhe kemi edhe rastin begin gateway që jep informacion për shfaq pra informacion për atë çfarë ne pikërisht kemi përzgjedhur. Dhe ne kemi përzgjedhur të na shfaqë informacione për show IP route vetëm ato që fillojnë me gateway. Atëherë kjo ishte për sa i përket të gjithë informacioneve për pjesën e parë të koncepteve bazë të rutimit. Shihemi në sesionin e ardhshëm, duke i rikujtuar t'i bëni subscribe këtij kanali nëse jeni të ri në këtë kanal dhe mos harroni t'i bëni share nëse ju pëlqen si material mes miqve. Shihemi së shpejti.